Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Jemi tani më në episodin ton të 59. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrta dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje të nderuar miq. Jam vërtet shumë falënderuese që jemi në një episod tjetër këtu. Ne ju falenderojmë që ju na ndiqni edhe shikoni edhe mbështesni emisionin ton dhe ju ftojmë që të vazhdoni të shikoni videot dhe të shpërndani ato me miqtë tuaj, gjithashtu të na bëni like në kanalet tona. Patjetër, thjesht doja të shtohesh Enidës që ne jemi shumë mirënjohës ndaj mbështetjes tuaj. Ju mund të ndiqni gjitha episodet që ne kemi publikuar në kanalin ton zyrtar të YouTube-it, por edhe gjithashtu na gjeni edhe në Spotify dhe Apple Podcast në versionin audio, kështu që shkoni menjëherë, na bëni subscribe që të mos u mbisni asnjë prej episodeve që ne publikojmë çdo javë për ju. Kemi të ftuar shumë interesant nga bar bota, edhe historitë e tyre janë shumë të rëndësishme dhe do të thoshe interesante. Kështu që pa humbur kohën, kush është i ftuari jon i radhës, Enida? Kam kënaqësinë për të prezantuar të ftuarin tonë të radhës. Ajo është Hazel Lindsay nga Pennsylvania. Ajo është 21 vjeçë dhe i pëlqen që të gatuaj, të vrapojë dhe të mësojë gjëra të reja. Hazel është pagzuar me 26 nëntor të vitit 2001 dhe ka shërbyer në Shqipëri nga janari i vitit 2023 deri në korrik të vitit 2024. Ajo ka shërbyer në Tiranë, Durrës, Pogradet dhe Prishtinë. Hazel është duke studiuar lingvistik dhe shpreson që të bëhet një profesoresh në universitetin në të ardhmen. Hazel, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Shumë faleminderit që pranove këtë ftesë. Si gjithmonë jemi shumë mirënjohës ndaj të gjithë misionarëve të kthyer, dhe ti gjithashtu je një misionar e kthyer dhe mezi po presim të mësojmë më shumë rreth misionit të në Shqipëri, por përpara se të arrijmë aty, duam të njohim kush është Hazel, ku ka qenë në fillore, në firmërinë tënde. Tani Enida përmendi që ti ke lindur në Pennsylvania, e cila konsiderohet si vendi i këmbanave në Amerikë dhe është vend shumë i rëndësishëm. Mund të na thuash ti me fjalët e tua si ka qenë të rritesh aty? Në fakt, jam lindur në Pennsylvania, por jam rritur më shumë në Texas. E shkova atje kur unë isha vetëm 2 vjeç, besoj. Edhe Pennsylvania është shumë bukur. Texas, në anë tjetër, nuk është bukur fare. Por ka njerëzit shumë të mirë atje. Më ka pëlqyer shumë. Jam nga Lubbock. Jam rritur atje. Edhe është një vend shumë, nuk ka asnjë pemë, nuk ka asnjë ujë, është vetëm bar. Edhe bara është, por edhe pse nuk është aq bukur, njerëzit atje janë shumë të bukur. Kanë zemra të bardhë, edhe janë shumë të mirëpritur. Më ka pëlqyer shumë atje. Po shumë e rëndësishme kjo, sepse unë kam dëgjuar shumë shpesh për amerikanët, domethënë që lindin diku, po jetojnë diku tjetër. Po. Pak ndryshe Ashtu. se në Shqipëri, sepse ku lind, aty jeton për një kohë të gjatë. Ashtu është interesant. Po kur shkova në Shqipëri, flisja me një njeri, edhe ajo më thot, jam lindur në Korça, edhe por kam prindrit, domethënë kanë gjyshrit nga Pogradec. Edhe unë mendova, Korça dhe Pogradec janë shumë afër. Edhe nëse ajo ishte amerikane, do të ishte vetëm pak a shumë ajo do të thoshte, jam nga këtë zonë edhe kam prindrit këtu. Por në Shqipëri gjithçka është më afër. Po, shumë e vërtet. Hazel, çfarë mund të na thuash për motrat dhe vëllezërit e tu dhe si ishte të rritesh në familjen tënde? Jemi 6 fëmijë, jemi 3 motra dhe 3 vëllezër. Edhe ka qenë shumë bukur. Prindërit e mi janë artistë. Babi është piktur edhe mami është skulptur edhe
po, jemi një familje shumë të lumtur. Më bëhet shumë qefi. A mban mend ndonjë lojë që ti luaje si e re, sepse po ta vësh re për shembull tani të gjithë fëmijët kanë teknologjinë, kanë telefona, nuk e di, ka qenë ndryshe për ty? Po, kur unë isha e vogël, unë gjithmonë lojeta me vlezërit e mi, sepse kam dy vlezër më të mëdhenj. Edhe gjithmonë ishim duke ndërtuar gjëra nga domethënë bëm shumë art, shumë craft. Nuk e di nëse ka një fjalë në shqip, por kemi bërë shumë vizatime dhe gjëra të tillë. Po. Më bëhet shumë qefi. Dhe një pyetje fundi kisha në lidhje me fëmijërinë tënde, do të thënë, sidomos në Amerikë besoj se ke pasur shumë mundësira, edhe ti ke parë ndoshta në Shqipëri si janë fëmijët, si janë fëmijëria. Çfarë ka qenë ndoshta diçka që ti mendon ke qenë e privilegjuar si fëmijë atje ku ti je rritur? Është pyetje interesant. Unë mendoj se diçka që ka qenë shumë e rëndësishme për familjen time është që ne të gjithë kemi një instrument. Edhe unë kam pasur mundësia për të mësuar si të bjerë saksofon. Edhe ka qenë një privilegj që unë kam përjetuar edhe jam shumë mirënjohëse që e kam pasur atë mundësi. Kur ti po të regoje, po të mendoja kështu. Po vjen një që keni zhvilluar, ndoshta edhe prindit ju kanë edukuar me këto talente, dhe është gjë shumë e bukur. Hazel, doja që të flisim pak se si e njohur ti me kishën, si ka qenë rrugtimi jot në besim, na trego pak, ndoshta për pakëzimin. Pra, prindrit e mi janë antar të kishës. Edhe kam disa stërgjyshrit që ishin antarët. Domethënë pak shumë në fillim të kishës. Por edhe kam gjyshrit që janë antarët. Domethënë janë kthyer në besim. Pra jemi një mix si familje. Por unë mendoj se çdo person duhet të ketë një dëshmi për veten e tyre. Edhe nuk mund të mbështeten vetëm tek dëshmitë e prindërve. Pra, për mua, kam një bazë shumë të mirë. Edhe jam shumë mirënjohëse për bazën që kam. Por, unë mendoj se koha më e rëndësishme për mua në kthimin tim te besim ishte kur unë isha ndoshta 14 vjeç, diçka të tillë. Edhe në atë kohë, në fillim ishim në Texas, por u zhvendosëm në Utah, sepse mami ajo shkoi në BYU për të marrë masterin e saj, për të diplomuar prap. Edhe në atë kohë unë në Texas isha shumë rehat, sepse kisha shumë mik dhe shoqe dhe nuk ishte vështirë. Por kur shkuam në Utah, shkuam në një apartment që ishte shumë e vogël. Ishim në një kohë 8 persona me një banjë. Edhe për mua ishte çik vështirë. Edhe shokët e mi në Utah, ata të gjithë kishin shtëpi të mëdha, edhe kishin jetë të përkryer, kurse ne ishim në një apartament shumë të vogël, edhe nuk kishim shumë para, edhe ishte shumë sakrificë, edhe në atë kohë, edhe mami ishte në shkollë, edhe nuk kisha shumë kohë me mamin, sepse ajo gjithmonë kishte detyrat dhe gjëra të tillë. Pra në atë kohë, unë duhesha të mbështetesha shumë në shpëtimtarin, në Jezu Krishtin. Edhe në atë kohë, duhet të unë besoj se dëshmia ime ishte rritur në atë kohë më shumë se sa në ndonjë kohë tjetër.
Shumë do të pyes më vonë për këtë, po si e kuptove, si ka qenë ky procesi të marrit një dëshmi? Për mua ishte pak nga pak. Um, kur unë isha shumë e vogël, mbaj mend që kisha një dëshmi që duhet të isha modest, edhe që prishëria ishte e vërtetë. Edhe ishin gjërat të parë që unë mendova, oh, këto janë të vërtetë. Por pastaj unë mësova, oh, shkrimet e shenjta kanë gjëra të bukura edhe gjërat të vërteta. E pastaj mësova, oh, kur unë lutem, unë ndjej praninë e Perëndis. Pra, nuk ishte ndonjë gjë shumë të madh, por pak nga pak, mësova. Më pëlqen. Ajo që doja të pyesja unë pak, do doja se ti e tregove, do të ketë qenë shumë sfiduese, 6 fëmijë, 2 prindit në një apartament vogël. Si ka qenë për ty? Si e ke menaxhuar, domethënë që të përshtatesh, se besoj kur je adoleshente është pak e vështirë. Si ka qenë për ty kjo? Po, për mua në fillim isha shumë krenare, edhe unë mendova, oh, unë duhet të kem, domethënë, shoqet e mi kanë gjërat shumë të bukura, nuk kam unë gjërat të tillë, ose nuk kam një vend për veten time. Unë kam një dhomë me 3 motra, edhe nuk është e madhe, është shumë e vogël. Ka pak a shumë vetëm, po ishte shumë vogël atje. Por, pastaj ndryshoj pak mendje, edhe ishte një proces, por mendova, oh, jo, jam shumë e lumtur, jam këtu, jam në një vend të mirë, është bukur, kam shoqe të mirë, edhe jam afër tempullit, edhe kam shumë dashuri për familjen. Pra, me patjetër duhet të jem afër motrat e vëllezërit e mi. Pra, ishte kërkoj një kohë për shtatje, por ndryshoja mendje. Mendoj që nga që ti tregon, mendoj që sekreti ka qenë të ndryshuarit i perspektivës, mënyrës si i ke parë gjëra, mendësia, e ke parë si bekim që të kesh ndoshta motra të afër dhe të kalosh kohë të bukur me familje, se nuk vjen ajo kohë. Po. Me sa kuptojmë, thënë ju dhe për shkak të rrethanave të jetës, studimeve të prindërve, duhet keni ndryshuar disa herë lagje. Si ka qenë të vajtja në kish për ty? Si ka qenë të ndryshuarit dhe lagjes? Si e ndjerë ti kur ke vajtur në kish? Ishte interesant sepse në Texas lagja ishte më e madh, jo, domethënë ishte një vend më e madh, kurse në Utah është vetëm like një vend të vogël me ca shtëpi sepse ka shumë antar. Edhe pak shumë çdo njëri në Utah është një antar e kishës. Edhe ishte pak e vështirë sepse ishte një lagje këtu, edhe ne ishim pak larg nga familje të tjerë sepse ishim në një kompleks apartamentesh, edhe ishte e vështirë sepse edhe në Texas ishin vetëm 2 antar të kishës në shkollën e mesme me mua. Ishte mua dhe vllajin, edhe ne ishim pak shumë të vetëm antarët. Kurse në Utah ishte çdo njeri pak a shumë ishte një antar kishës. Edhe në fillim unë mendova, çfarë mund të bëj unë këtu? Si mund të ndaj dashurin e Krishtit? Si mund të ndaj dëshmin tim? Sepse çdo person është një antar kishës. Tashme edhe nuk kanë nevojë për mua. Por ndryshoj perspektiv prap, sepse mësoj se edhe antarët e kishës kanë shumë nevojë për një dëshmi, për një fjalë të mirë, për një njeri që ka shpirtin e shenjtë me vetë. Edhe mësova se edhe pse njerëzit në Utah ishin antarët e kishës, ndoshta unë isha tepër gjykues për ata. Edhe unë duhet të kisha një zemër pak më të hapur,
Sepse edhe njerëzit kudo në botë, njerëzit kanë nevojë për dashurin, edhe kanë nevojë për një dëshmi. Kudo në botë. Po, shumë e vërtet. Përvoja që ti ke pasur në njësitë e ndryshme, kam fjalën për lagjet, për degët, është shumë e vërtet sepse mundësisht, domethënë, kur jemi në një lagje të vogël, na duket sikur domethënë nuk kemi shumë mbështetje, por edhe në lagje të mëdha kështu ndodhin apo jo, se un kam qenë vetë në lagje që bëhet fjalë për 100 antar që vinë rregullisht të diellave, prapë ndihesh sikur je vetëm. Nuk e di, ka qenë për ty e njëjta gjë apo ke qenë e bekuar se ke qenë e mbështetur nga të tjerët? Nuk mund të them ose jam shumë mbështetur edhe ka qenë një ëndër ose isha e vetëm, sepse ishte e vështirë, por edhe kishin njerëz shumë të mirë atje. Diçka që ishte e vështirë t'i thash tu, ishte që 6 muaj pas ardhjes në Utah, filloi COVID. Edhe ishte një sfidë tjetër, sepse pa pritmas nuk mund të shkuam në kish, nuk mund të shkonim në kish edhe nuk mund të kalonim kohë me antarë të tjerë. Edhe ishte e vështirë, por në atë kohë marrëdhëniet e mi me motrat e vëllezërit u forcuan shumë. Po, më bëhet shumë qefi. Le të kalojmë tani në një temë tjetër, ndoshta një nga më të rëndësishme, sepse këtu përgjigjet edhe pyetja që çfarë e lidh Hazel Lindsay me Shqipërinë apo me shqiptarët. E kam fjalën për misionin tënd, me misioni komplot që ti bëre në Shqipëri. Më thuaj fillimisht, domethënë, si ishte eksperjenca kur ti more letrën e misionit dhe e hape dhe lexove që do të shërbeje në Shqipëri. Kur mora thirrjen, kisha shumë frikë se do të shkoja në një vend që nuk ishte shumë interesant. Frika ime më e madhe ishte Idaho. Nuk doja të shkoja atje. Edhe pra e hapi thirrjen e misionit vet. Nuk isha as me shokët, as me prindërit. Isha vetëm. Edhe e hapi edhe lexoja do të shkosh në Adriatic South Mission duke folur shqip. Edhe unë thash, po, ku është Adriatic South? Edhe kur lexova që do të flisja shqip, isha shumë e lumtur edhe mezi priste për të mësuar, sepse e dija ku ishte Shqipëria në hart, por nuk dija asgjë për vendin. Edhe isha shumë e lumtur, edhe kisha pak frikë sepse ishte ishte një vend shumë i huaj për mua. Por isha shumë e lumtur. Apo shikojmë edhe një foto tani, kjo ka qenë ndoshta duke shkuar në mision, apo jo? Po, ishte në MTC. Bravo, vetëm qefi. Ti the diçka shumë interesante që jo shumë prej njerëzit e dinë këtë. Ti the që e dije ku ishte Shqipëria në hart, dhe kjo më habit të them drejtën, sepse jo shumë e dinë për Shqipërinë, edhe më bëhet qefi që u thirrën në këtë mision interesant, siç thua edhe ti, sepse vërtet ka qenë interesante. Po me qëra fjala, do të thënë, çfarë diçka interesante ti mësove rreth kulturës ose popullit shqiptar kur ti erdhe në mision? Kur në shpjegoj çfarë Shqipëria tani, unë zakonisht them, është pak si Itali, edhe pak si Rusia, edhe unë gjithmonë them, është në mes, është shumë bukur sepse është një kulturë që është tamam shqiptar, edhe nuk është si asnjë gjë tjetër. Për shembull, është në Evropë, por ka shumë muslimanët, edhe shumë ortodoks, edhe shumë katolik
në një vend. Edhe flasin shqip që nuk është si ndonjë gjë tjetër. Edhe historia është shumë ka shumë në historinë e Shqipërisë, sepse është shumë i lashtë, por edhe ishte komunist, ishte një pjesë të perandorimit Osmane dhe mendoj se nuk e di, është pak e vështirë për të shpjeguar çfarë është Shqipëria. Por më pëlqeu shumë gjatë nga Shqipëria. Më pëlqeu kur mësove si të gatuaj. Ushqimet e Shqipërisë më pëlqejnë shumë. Janë një pjesë të kulturë që më pëlqen shumë. A ke ndonjë të preferuar me që po flasim për ushqimin? Më pëlqen shumë ferges. Ferges është shumë mirë. Edhe më pëlqen tavdheu, por jo me mëlçi, më pëlqen më shumë me mish. Po. Kur të vish në Shqipëri prapë do ta bëj një për ty. Okej, mirë, faleminderit. Sa interesante. Më bëhet shumë qefi të kam pëlqyer shumë gjëra rreth Shqipërisë, po le të flasim ndoshta për gjërat që e kishe të vështirë të përshtateshe. Okej. Ne po flasim për një kulturë që është komplet ndryshe nga ajo që ti je rritur. Po, në fillim ishte shumë e vështirë sepse nganjëherë shqiptarët bëjnë kështu kur je duke folur edhe në anglisht. Ta është jo. Edhe në fillim të misionit ishe duke folur me dika edhe tash zoti të do, je shumë e dashur, edhe ajo ishte kështu. Edhe mendova, po, a kam thënë diçka e gabuar, nuk e dija, edhe ishte shumë e vështirë për mua. Paske nivojtur shumë, sepse di që kjo është një nga gjërat që mësohet në fillim në MTC, ndoshta kulturën edhe wow, shumë interesante. Ndoshta ka ndonjë pjesë të bukur të misionit tënd që ti akoma e mban mend ose diçka që ka qenë shumë si thua personale për ty që të ka pëlqyer shumë për misionin tënd në Shqipëri? Misioni ka qenë shumë të bukur, edhe ka qenë pak edhe shumë bukur, edhe pak vështirë. Kam hasur disa gjatë që ishin që nuk e kisha hasur përpara misionit. Pak angth që nuk e kisha përjetuar, por një ditë isha duke folur me shoqen, edhe thash asaj, nuk e di pse është kaq e vështirë tani, edhe nuk e di kur do të jetë më e mirë. Edhe ajo më thash, ja, ndoshta nuk do të jetë më e lehtë, nuk do të lehtësohej, por ti do të jesh më e fortë. Edhe gjithmonë e kam mbetur në mendje që gjithçka në Shqipëri, gjëra të bukura edhe gjëra të vështira, në fund të ditës kanë ndryshuar dhe janë bërë gjëra të bukura, sepse edhe gjëra të vështirë më kanë bërë më të fortë. Edhe jam shumë mirënjohëse që e kam përjetuar pak shumë çdo gjë në mision. Do të bëj edhe një pyetje tjetër, është një ato pyetje që ndoshta nuk kanë ndonjë përgjigje të mirë. Në qoftë se ty do të jep të mundësia që të zgjidhje të shërbeje diku tjetër në botë, a do të zgjidhje të shërbeje diku tjetër apo do të pranoje këtë thirrje që ti kishe për të shërbyer në Shqipëri? Dhe pse? Me patjetër do të ishe në Shqipëri. Unë mendoj se është shumë e veçantë, më ka hyrë në zemër tani. Edhe duhet të vazhdoj të shkoj në Shqipëri, edhe pse nuk jam misionare më. Mendoj se Shqipëria është njerëzit në Shqipëri janë shumë të mirë. Edhe për këtë arsye nuk do të doj të shkoj në një vend tjetër. Edhe mësova shumë. Besoj se misioni im ishte fix për mua. Mësova
mësimet që nuk do të mësoja në një mision tjetër. Mua më bëri shumë përshtypje në fakt kur po thoshe për çështjen do të thënë që misioni kishte qenë i vështirë në disa momente dhe ti doje që të ishe e fortë dhe mund të forcohesh. Si ka qenë, si ke përballuar vështirësitë? Si ka qenë pjesa e sfidave në mision? Mm, pra, um, një nga dobësitë e mi është që unë nuk jam mirë kur njerëzit thonë se oh, ke bërë gabim. Dhe më thënë, kur unë bëj gabimet, kur njerëzit e Vjen re? krata, po e vën re, e kam shumë turp. Edhe gjithmonë jam pak perfekcionist. Edhe unë mendoj se ishte shumë bukur se Zoti më ka dërguar në një vend kur gjua është e vështirë për të mësuar. Edhe pak a shumë në çdo vend tjetër, në çdo fushë tjetër e jetës time, e kam gjithmonë ishte, oh, nëse unë punoj fort, unë do të përballoj gjithçka. Nëse unë punoj fort, unë do të gjithçka do të jetë mirë, pak shumë. Kurse në mision është ndryshe. Nëse ti mund të punosh shumë fort, edhe mund të mos shikosh asnjë rezultat. Edhe ishte një mësim shumë të rëndësishme për mua, sepse mësoja të mbështetem më shumë te shpëtimtari edhe te Zoti, sepse unë mësoja se unë mund të punoj aq fort edhe nuk kam asnjë rezultate dhe pastaj Zoti mund të më jep një dhuratë, një bekim, një mrekulli pa punuar fare. Edhe ishte shumë interesant. Mësova shumë për dashurinë e Perëndisë edhe për shlirjen e Jezu Krishtit. Mendoj që të ti e the pak dhe në fillim, mendoj që misioni ka qenë se thua një mënyrë shumë e mirë që ti t'jesh e përulur. Nuk e di pse e the këtë në fillim, sepse unë të njoh dhe më dukesh një person shumë i përulur, po gjithë kemi ato sfidat tona me krenarinë dhe përulësinë, kështu që besoj dhe kjo ka qenë edhe për ty. Cila është ajo gjëja që ka ngelur nga misioni jot, që nuk do ta harroje edhe kur vdisje, në cila është gjëja më e rëndësishme që ke mësuar nga misioni? Ka shumë gjëra që kam mësuar. Por ndoshta diçka që unë do të mbaj gjithmonë është unë kam mësuar shumë për dhuratat. Sepse në Amerikë nganjëherë jemi pak, si mund të them, nuk duam të japim asnjë gjë sepse themi, oh, nuk kam mjaft. Nuk mund të jap nga ushqimi im sepse nuk kam as mjaft për veten time. Por nuk është e vërtet. Në Shqipëri unë mësoja që njerëzit mund të japin, edhe unë mund të jap, edhe sikur nuk kam shumë. Nëse unë kam një dëshirë për të dhënë diçka dikujt, gjithmonë unë mund të bëj. Edhe shqiptarët janë shumë të bujar, janë shumë të dashur në atë mënyrë. Edhe unë do të jem më shumë si një shqiptar. Nuk do të them, oh jo, nuk mund të ndihmoj sepse s'kam kohë, se s'kam nuk e di, jam një student, nuk kam as kohë as lek. Por jo, kam kohë, kam mundësi, sepse kur kemi vullnet, gjithmonë kemi mundësi për të ndihmuar. Më pëlqen shumë kjo mënyrë të parë gjërave. Edhe është vërtet faleminderit që i dhe theksin cilësive të mira të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Na trego pak tani për misionin, si ishte përshtatja, ka qenë e vështirë ti kur u ktheve në jetën e mëparshme pas misionit?
U, um, pra përshtatje në mision ishte e vështirë, domethënë nga jetë përpara mision në jetë misionare. Por edhe përshtatje nga jetë misionare në jetën pas misionit ishte ndoshta pak më vështirë, sepse në mision ke një qëllim shumë të fortë. Edhe për mua nuk ishte shumë vështirë për të gjetur atë qëllim edhe për të punuar um, si një misionar. Për pas misionit ishte pak e vështirë sepse shkova në kish edhe isha vetëm një anëtare edhe nuk isha një rol të përcaktuar. Um, pra në çdo hap e jetës, besoj se ka duhet një kohë përshtatje. Nga eksperienca që ke kaluar ti, çfarë do t'i sugjeroje misionarëve kur ato kthehen në shtëpi? Çfarë do t'i ndihmonte ato që të përshtateshin? Për mua, unë mendoj se duhet të kesh shumë durim. Durim, sidomos me veten e tyre. Unë mbaj mend një kohë unë shkova në tempull pas misionit. Edhe para se të shkoj në tempull, unë ndjeva sikur do të mësoja diçka për durimin. Edhe mendova, okay, mirë, do të mësoj për se si mund të kem më shumë durim. Por në tempull, në fakt, unë më zëri gjumi. Edhe kisha shumë turp, sepse unë mendoj, jo, jam në një vend shumë të shenjtë. Edhe si mund të isha unë kaq të nuk e di. Unë mendova që isha një njeri shumë e keq për të lejuar atë për të ndodhur. Edhe ndjeva turp, ndjeva keq. Por në tempull pas sesionit, shpirti më erdhi në mendje edhe më thash, okay, Hazel, të kam mësuar për durimin. Edhe mësimi nuk është që ti duhet të kesh më shumë durim, është që unë kam durim për ty. Edhe që ti duhet të kesh durim për veten tënde, sepse nuk je e përkryer. Edhe mund të përpiqesh shumë, por në fund të ditës do të gabosh shumë. Edhe gjithmonë besoj se Zoti ka më shumë durim për ne se sa mendojmë se ai ka. Më pëlqeu shumë kjo historia që tregove, një mësim shumë i mirë. Na trego pak edhe për shkollën, degën që po studion. Ti na ke thënë që ke studiuar për biologji më përpara, po që ke ndryshuar nga biologjia në lingvistik, po studion gjuhët. Si është kjo, na trego pak. Më pëlqen shumë dega ime. Por ishte interesant si unë erdhe këtu, sepse në fillim, po unë studioja për biologjin. Edhe është një fush shumë të arsyeshme, sepse ka shumë punë. Nëse mund të shkosh në një spital, mund të bësh shumë gjëra. Kurse lingvistika është një degë shumë të bukur edhe me pa tjetër është e rëndësishëm, por nga njëherë për mua nuk duke që aq e arsyeshme. Por në mision, kur isha në fakt në Durrës, një ditë, mendova, duhet të studioj lingvistikën. Edhe ishte shumë e papritur sepse nuk e kisha dëgjuar asnjëherë për lingvistikën. Edhe unë thash vetes ime, nuk e di as çfarë është lingvistik. Por mendova, okay, ndoshta është shpirti, ndoshta është shumë e shenjtë, pra ndoshta duhet ta ndjek. Pra kur ktheva nga misioni, bëra një klas për lingvistikën,
edhe që nga dita e parë, më ka pëlqyer pa mas. Edhe më ka gjetur gjëja që më pëlqen më shumë se asnjë gjë tjetër. Edhe është shumë bukur sepse lingvistika nuk është studimi i një gjëje e përcaktuar, nuk është francisht, nuk është spanisht, është gjë në përgjithësi. Pra, kam mësuar shumë për si funksionojnë gjëja edhe më pëlqen shumë, edhe dua të vazhdoj të studioj për gjithmonë. Pra, eksperienca si misionare në Shqipëri ka shtyrë që ti zgjedhësh këtë. Me pa tjetër, po. Më pëlqen shumë. Unë e di se ne u takuam që ti para disa kohësh ishe në Shqipëri, si na trego pak për studimin, ndoshta shkurtimisht për studimin që bëre, për çfarë erdhe në Shqipëri prap. Po, pra, ka një fushë të lingvistikës që është sociolinguistics. Domethënë është lingvistikën edhe shoqëri. Edhe si janë lidhur. Pra, studimi im ishte një studim sociolingvistik. Edhe ishte për dialektet e Shqipërisë, dialektet e gjuhës shqipe. Edhe unë shkova në shumë qytetet e Shqipërisë edhe Kosovës. Edhe bëra ca intervistë me njerëz për dialektet e tyre edhe për çfarë mendonin ata për dialektet e Shqipërisë. Edhe ishte shumë interesant, ishte shumë interesant sepse njerëzit anën banë Shqipërisë kanë mendimet për dialektet të ndryshme e gjuhës shqipe. Edhe çdo person ka një histori tjetër, sepse gjuha është shumë e rëndësishme për ne të gjithë. Edhe si ne mendojmë për gjuhë sipas përvojat që kemi pasur me gjuhën. Edhe është shumë bukur që njerëzit të gjithë, pak a shumë çdo njeri me të cilën kam folur, ka vlerësuar shumë gjuhën shqipe. Por brenda atë vlerësim ka ca vlerë të tjerë, nëse ka kuptim. Domethënë njerëzit në Shkodër kishin shumë krenari për dialektin e tyre, sepse është të flasësh si një shkodran është diçka e bukur për ata. Kurse në Pokradec në Korç, ata kishin shumë krenari për pastorin e gjuhës së tyre. Edhe po ishte shumë bukur. Akoma po studioj gjërat që kam mësuar, edhe akoma po shkruaj gjërat po bëj gjërat të tillë. Edhe mezi po pres për të mbledhur gjithçka që unë kam mësuar. Duket shumë interesante, vërtet kjo studimi i dialekteve dhe interesi, ndoshta edhe personal që mund të them që ti ke ndaj gjuhës shqipe dhe gjitha gjërave që i përkasin asaj. Unë në fakt po shikoja këtë foto që ndoshta edhe ti je shumë e familiarizuar, është pema e gjuhëve të botës. Edhe siç e shkojmë aty, Shqipëria, ja ku është më këtu, te kursori, është si thua dega e vetme që nuk ka si thua nën kategori të gjuhëve të ndryshme. Çfarë do thotë kjo për ty, sepse ti tani di shqip? Çfarë do thotë për ty? Më pëlqen shumë këta më pëlqen shumë dega lingvistike. Edhe është interesant sepse kur më flas me studentët që po studiojnë lingvistikën, gjithmonë ata thonë, është gjuha shqipe, e di gjuha shqipe, është shumë interesant sepse nuk ka asnjë kushëri. Është e vetëm në degen e saj. Edhe për mua është shumë bukur sepse flet për lashtësinë e gjuhës shqipe. Edhe për sa e fortë është që nuk ka pasur shumë edhe pse shqiptarët nuk
janë shumë, nuk nuk ka shumë shqiptarët në botë. Jo shqipe është shumë e fortë. Ka përjetuar shumë edhe akoma ende është në tokë, është këtu. Duket si një gjuhë sekrete apo jo? Po. Shumë njerëz e dinë. Patjetër. Po. Hazel, cilën do të zgjidhjesit preferuarin tënd? Tosk apo gag? Më pëlqen për mua është më e lehtë për të folur tosk. Por më pëlqen shumë të dëgjoj gag. Gjithmonë është shumë interesant. Edhe gjithmonë është like, oh, çfarë është ato? Sepse nuk kam studiuar aq shumë në gag, sepse e kam shërbuar më shumë në Shqipërinë e Mesme, në Durrës edhe në Tiranë. Edhe pra kur ndëgjoj gagërisht, unë gjithmonë janë shumë e lumtur. Por për mua kur në flas gagërisht, ndje pak siklet sepse nuk e flas shumë mirë gagërisht. Po, nuk je vetë, me thënë drejtën, edhe ne që jemi rritur në Shqipëri, mendoj që dialekti gag në thënë është tepër i vështirë, por unë bashkohem me ty duke thënë që është një dialekt shumë i bukur. Para pak kohësh ne në fakt kishim si thua një këngë shumë të bukur që përfaqësonte Shqipërinë në Eurovision, që është një si kompeticion me të gjitha shtetet e ndryshme, dhe në këtë pikë domethënë kënga ishte kënduar në dialekt gagërisht, edhe më pëlqeu shumë, ndoshta disa fjalë nuk është se e kuptoja, por është gjë shumë e bukur për gjuhën. Kam dhe një pyetje tjetër, me që po flasim për gjuhët, a mund të na thuash mua dhe Nidës, ata që na dëgjojnë, si ke arritur ti që të flasësh gjuhën shqipe kaq bukur edhe pas misionit? Faleminderit. Në fakt, në mision unë kam mësuar që unë mund të ose flas rrjedhshmërisht, ose unë mund të flas me gramatikën e përkryer. Domethënë, nëse unë fokusoj në gramatik, unë nuk do të flas mirë, sepse unë do të mendoj tepër, edhe do të flas shumë ngadalë. Pra, tani unë kam zgjedhur për të folur më rrjedhshmërisht, edhe për të fokusuar në atë më shumë. Por unë përpiqem të vazhdoj të studioj gjuhën shqipe. Unë lexoj librat në shqip edhe dëgjoj podcastet në shqip. Besoj se flisja pak më mirë kur isha në mision. Por shka që unë do të mësoj prapë. Besoj se me mundim edhe me vullnet mund të flasësh një gjuhë. Po, unë thjesht do të thoja para këtij regjistrimi në fakt u futa në rrjetin social dhe pash te profili jot një nga videot që ti ke publikuar gjatë misionit, ka qenë ndoshta në fillim të misionit tënd, edhe mund të shikoja që e kishe pak të vështirë të shprehje, po ta krahasoj Lindsay atëre, motra Lindsay atëre dhe tani Hazel, domethënë është një ndryshim kolosal, kështu që për gëzimet, domethënë për urimet që gjuha shqipe jote është përsosur edhe Faleminderit. bravo. Faleminderit shumë. Po, në fillim ishte shumë e vështirë për mua, por akoma është e vështirë, por diçka që unë kam mësuar është që një gjuhë është më shumë si një vegël, edhe më pak si një art. Po, është si një art, por nëse unë mendoj se gjuha shqipe është si një art edhe duhet ta përsos, nuk do të flas kur. Por nëse unë mendoj se, gjuha shqipe është një vegël, edhe nëpërmjet gjuha shqipe unë mund të flas me njerëz edhe mund të komunikoj, me patjetër do të përpiqem. Edhe besoj se atë ndryshim të mendimit, të perspektiv ishte shumë e rëndësishëm për mua.
Më pëlqen. Mendoj që nga deri tani nga bashkëbisedimi kam folur me ty që sekreti i çdo gjëje që ti arrin bësh dhe kur është e vështirë si të mësosh shqipen dhe ta flasësh është që ti ndryshon mënyrën si shikon gjërat, ndryshon mendsinë dhe perspektivën dhe është një mësim shumë i mirë. Mi që jemi duke folur për gjuhën dhe për Shqipërinë, a ke ndonjë këshill për ata misionarë që janë thirrur që të shërbejnë në Shqipëri, ndoshta një këshill se si ata të përshtaten me gjuhën apo me kulturën, çfarë do t'i thoshe? Ooh, për mua, gjëja më e rëndësishme ishte thjesht për të folur. Unë mendoj se um, nëse je perfekcionist, nuk do të jetë aq mirë në gjuhën shqipe sepse nuk do të praktikosh aq shumë sepse do të jesh në siklet, do të kesh turp. Um, por do që të nëse ke dëshirë për të folur mirë, thjesht duhet të flet. Bla. Patjetër. Po shikojmë edhe një foto. Ka qenë ditëlindja jote këtu? Po, po. E kam pasur ditëlindjen në Durrës. Edhe ishte shumë bukur. Po. Më vjen mirë që e kanë festuar me ty dhe Rovena që po shkojnë këtu me fëmijët janë shumë të mirë. Një përfaqësim i mirë i Durrësit. Ë Ne, me që po flasim akoma, ne patëm mundësinë të takoheshim, më trego pak si ishte që ti të kthehesh në Shqipëri për të vizituar tani si një ish misionare, jo një misionare. Besoj se ti ke folur shumë familje, nuk e di ke ftuar familjarë që ta vizitojnë, e kam vizituar akoma. Ti kishe sjell një shoqe, në fakt, si ishte kjo si eksperiencë? Ishte shumë bukur. Ishte bukur për mua sepse shkova në shumë, domethënë vizitova shumë anëtar të kishës. Um, edhe mësova shumë për unë mësova që puna misionar vazhdoj, edhe pse nuk isha atje. Edhe ishte shumë e mirë për mua, për të mbajtur mend. Por edhe ishte mirë um, për të treguar Shqipërinë mamit, sepse e dua shumë Shqipëria edhe kur flas për Shqipërinë, ajo tani, ajo mund të kuptoj pak më mirë për çfarë po flas. Edhe për shoqja ishte shumë bukur sepse ajo gjithmonë ka pasur qef Shqipërinë. Edhe ishte një përvojë e bukur. Ne. Mendoj që ti je ambasadore shumë e mirë e Shqipërisë, i flet me shumë dashuri dhe pasion, që vazhdo ta bësh. Një gjë tjetër që doja të flasim, ne nuk kemi folur shumë për këtë temë, po ti gjithmonë je shumë e lumtur që të flasësh për jetën tënde familjare, po sidomos romantike, duke shumë e lumtur, ti nuk ke shumë kohë që je fejuar dhe shumë urime. Na trego pak si u njohë me të fejuarin tënd, çfarë vlere ka për ty fejesa jote. Po, faleminderit. Pra, jam e fejuar me një djalë quhet Zaku. Edhe ai është shumë shumë i mirë. Jam i njohur kur isha 15 vjeç. Në fakt, kur erdha në Utah për herë të parë. Edhe ndoshta ai më ka ndihmuar për të ndryshuar perspektivin, sepse ai ishte një shok shumë të mirë në shkollën e mesme. Por në shkollën e mesme nuk kishim ndonjë gjë romantike, ishim vetëm shok dhe shoqe. Por pas diplomimin, unë shkova në Georgia me familjen. E kur isha në Georgia, e thirrën në telefon dhe unë thash atij, "Hey Zak, ti më ke pëlqyer gjithmonë edhe dua të
nuk e di si të shkoj në një date me tu, pak shumë. Edhe, ai më thash, me të vërtet, në fakt, ti më ke pëlqyer gjithmonë gjithashtu. Edhe filluam um, për të shkuar në takime së bashku, kur ishim në BYU para misionet edhe pastaj shkojmë në mision. Shkova unë në Shqipëri, ai shkoi në Ekuador, edhe jemi kthyer edhe tani së shpejti do martohemi. Sa bukur, më pëlqen shumë. Do doja të dija se edhe për faktin se ju jeni të ri, ti je vetëm 21 vjeçë dhe jam e bindur nëse se ke dëgjuar akoma do ta dëgjosh të komentin që je shumë e re, pse po martohesh. Pse ka kaq vlerë për ty martesa në këtë moshë? Çfarë do t'i thojë një person që thot kundërtën? Besoj se kur njerëzit kur ata thonë, je tepër e re. Unë mendoj se nuk është e vërtet sepse nuk është një zgjedhje që unë po bëj like, me një herë pa pritmas. E kam menduar shumë për këtë. Edhe e kam njohur zakun për 6 vjet. Edhe ka qenë një kohë të bukur me ata. Por unë mendoj se martesa është diçka e bukur sepse kur të martohesh, merresh një partner. Edhe pastaj jeni së bashku edhe mund të shkoni përpara së bashku. Edhe sa njerëzit flasin sikur jeta pas martesës është do të thënë jeta mbaroi pas martesës edhe nuk ka asnjë liri edhe duhet të jesh shumë serioz. Por unë mendoj se jeta nuk mbaroi pas martesës, jeta filloi. Edhe filloi me jeta fillon, më fal. Jeta fillon edhe tani ke një partner. Edhe unë mendoj se është shumë bukur, ke një bashkëshort, domethënë je së bashku. Edhe më pëlqen shumë këtë ide. Më pëlqeu përgjigja jote, mendoj që nëse ju të dy do keni këtë po të njëjtën mendim, do keni një martesë shumë të lumtur. Duke folur për këtë, çfarë është ajo gjëja që ti do doje të kishe në jetën tënde martesore dhe familjare? Çfarë e shikon shumë të rëndësishme, si e projekton martesën? Pra, prindrit e mi janë shumë të dashuruar. Edhe ata kanë 27 vite martesën. Edhe unë dua të jem e dashuruar për gjithmonë. Edhe unë dua të vazhdoj të komunikoj. Unë dua të vazhdoj të bëj gjërat për qef me zakun. Unë nuk dua asnjëherë të jesh si mund të them, të jesh unë dua gjithmonë të punoj për marrëdhënien time. Nuk dua të jem rehat duke bërë asgjë. Gjithmonë dua të punoj për marrëdhënien. Edhe di që edhe Zaku ka këtë mendim që edhe ai dua që të gjithmonë të punojmë së bashku për të pasur një marrëdhënie edhe më të mirë. Po ne vërtet të urojmë që të jetë një martesë sa më e lumtur, e suksesshme dhe gjithmonë e bazuar në, si thua, në bazën e Ungjillit, sepse aty domethënë gjendet lumturia vërtet. Kështu që urime, shpresoj që të kesh një dasëm sa më të bukur, ndoshta një dasëm shqiptare apo jo? Jo? Është një punë e madhe të bësh një dasëm shqiptare. Unë e Nida e dim se kemi, si thua, e kemi parë shumë herë edhe
ndonjëherë është shumë punë edhe pak qef, kështu që më mirë bëni atë që ju preferon vetja juaj, okay? Po, besoj se unë do të bëj diçka pak më thjesht, se sa një dasmë shqiptar. Po, më të qetë, jo shumë zhurmë. Po. Donin të flisim pak ndoshta edhe për talentet që ti ke. Na ke përmendur deri tani të pëlqen të gatuash, gjithashtu na ke thënë që të pëlqen të vraposh. Ka ndonjë diçka tjetër që ne nuk e dim për Hazel që i preferon të bësh në kohën e lirë? Ja, më pëlqen të bëj shumë gjëra, por nuk është sikur kam shumë kohë të lirë tani, të them të vërtetën. Por më pëlqen shumë të vrapoj. E kam vrapuar një marathon. Nuk e di nëse ka një fjalë tjetër në Maraton, shqip. po. Një maraton, po. Edhe ishte shumë e vështirë. Edhe pas kësaj, unë mendova, ndoshta nuk më pëlqen të vrapoj. Por më pëlqen shumë. Edhe të gatuaj e bëj shpesh. Unë mendoj që po tregosh modeste se ti na tregove që di edhe mjete instrumenta muzikore, kështu që Po. edhe unë kam përshtypjen që ti edhe këndon bukur. Faleminderit. Po, më pëlqen shumë të këndoj. Edhe mbaj mend edhe këto gjërat e dorës, punimet, më duket se kam parë që pikturoje librin e Mormonit e bëhet bukur ose ruaj thaje lule. Kam përshtypjen që edhe këtë do ta kesh si pasion. Po, është e vërtet. Më pëlqen shumë të bëj gjërat me duart e mi. Jo, ne jemi shumë njohës vërtet për talentet që ti ke të shumta, edhe vazhdo kështu. Unë doja thjesht të kalojmë tani në një temë tjetër, të flasim pak për të jetuarit e Ungjillit. Siç ti e di, domethënë është pak e vështirë ndonjëherë kur hasim si thua vështirësi të Ungjillit. Si një ish misionare, por gjithashtu edhe tani si një anëtare, çfarë të ka ndihmuar ty që të përballosh sfidat në jetë? Pra, unë mendoj se është shumë e rëndësishëm për të vazhduar, duke bërë gjëra të vogla dhe të thjeshta, edhe kur nuk ndjesh ndonjë gjë shumë të madhe. Unë mendoj se është shumë e rëndësishëm për të vazhduar, për të lexuar shkrimet e shenjta, edhe kur nuk ndjesh ndonjë gjë, kur lexosh shkrimet e shenjta. Mendoj se është e rëndësishëm për të vazhduar, për të lutur. Edhe kur nuk ndjej sikur ke ndonjë përgjigje. Sepse më besoj se Zoti e vlerëson shumë vazhdimsi edhe kam gullësi në gjëra të mirë. Edhe kur ne themi, okay, unë do të vazhdoj kështu. Unë do të bëj lutjet e mi. Unë do të shkoj në tempull nëse mund të bëj. Unë do të lexoj shkrimet e shenjta. Unë do të shërbej të tjerët. Unë do të bëj gjëra shumë të thjeshta, por unë do të bëj gjithmonë. Mendoj se është një gjë më e rëndësishme që mund të bëj. Shumë këshill e bukur kjo. Më kujton atë thënien që ka thënë dhe profeti që Perëndia e do përpjekjen, për sa kohë që ne përpiqemi vazhdimisht, nuk heqim dorë, nuk rreshtemi, atëherë ne mund të bekohemi, sepse nuk është thjesht për udhëtimin, është destinacioni, apo jo. Domethënë nëse rruga nuk e di, nëse ke qenë në një udhëtim shumë të vështirë, shumë të larg, ndonjëherë që të është ndjerë që kjo është udhëtim shumë i vështirë, por kur ati mbarin tek destinacioni jot, ti ndoshta haron ndoshta për eksperiencën e udhëtimit, më kupton? Sepse nuk është eksperienca e udhëtimit, është më shumë ku ti do të mbërish, nëse do të mbërish atje ku ti dëshiron. Dhe me që po flasim për këtë temë, unë doja ta lidhja dhe me çështjen e misionarëve, sepse duke shërbyer një mision ti vet, ti e di që një nga frutet e punës tuaj është që të sillni kërkues, po tani i quaj miqt.
në kish për të mësuar dhe për t'i afruar ndaj Perëndis. Si ka qenë për ty kjo afrimi të tjerëve, se po flasin edhe për shqiptarët, ndoshta ka qenë tepër vështirë për t'i sjell ata drejt Ungjillit të Jezu Krishtit? Oh, të them të vërtetën ka qenë pak si vështirë, sepse besoj se çdo mision ka vështirësi e vet, por po ka qenë e vështirë për të gjetur njerëzit që kishin dëshirë për të mësuar për Ungjillin. Edhe nga njerë e ishe pak e dëshpëruar, ishe pak ishe e trishtuar në mision, shpesh në fakt, sepse jam përpjekur shumë, por nuk u ndjeva sikur ishe duke bërë asnjë gjë. Por e di që Zoti më ka bekuar edhe ai ka bekuar jetët e shumë njerëzve. Diçka që ishte shumë bukur këtë udhtim kur unë ktheva në Shqipëri është që unë shkova në Pogradec edhe ka një antare atje që ishte që ajo ishte një jo antar për unë isha atje edhe ishim duke e mësuar atë. Edhe në një mësim, çuni i saj, djali i saj, ai erdhi në një mësim edhe ai dëgjoi gjatë që kishim thënë. Edhe nuk mbaj mend si mësimi ishte, por ai ishte ndoshta 15-16 vjeç. Edhe kur unë erdha prapë në Shqipëri, kur unë shkova në Pogradec, ai ishte atje edhe ishte një djak, besoj. Edhe ishte shumë bukur sepse unë isha atje vetëm për një pjesë të udhëtimit të tij. Por pas një vit ai ishte atje në kish akoma. Ishte pagëzuar me mamin e vet. Edhe ata ishin shumë të fortë në besim. Edhe unë mendoj se për misionarët mund të jetë e vështirë sepse ne shohim vetëm një pjesë të vogël. Ne shohim kur njerëzit thonë, oh jo, nuk jam interesuar. Edhe ne mendojmë se është fundi i historisë, por nuk është. Çdo njeriu ka kohën e vet, edhe duhet të kemi besim. Sidomos kur jemi misionar, duhet të kemi besim që Zoti ka një plan që është më i madh se sa plani që ne shohim. Po, e the shumë bukur këtë, dhe unë nuk kam dyshim, dhe më thënë që ti ke bërë një punë fantastike së bashku me shokët e ty të misionit për të gjendur të kërkues, sepse e di që është një punë e vështirë, por ti ke bërë një punë fantastike. Unë madje sot isha duke vizituar një nga lagjet ku unë kisha shërbyer si misionar, edhe ishte një nga shëllim të shkoj atje dhe të takoja disa nga antarët dhe të shikoja se sa ishin rritur ata në besim. Dhe këto janë ndoshta mrekullit që ti mund të kesh si një misionar, si misionar i kthyer, sepse njerëzit aty do të jenë gjithmonë. Dhe me që të është dhënë kjo mundësi tani, Hazel, që të flasësh në podcastin ton, një mesazh të shkurtër që ti do të ndaje me të gjithë kërkuesit, me gjithë miqt që ti ke mësuar gjatë misionit tënd, cila do të ishte ajo? Do të ishte që Zoti ka shumë dashuri për ju. Edhe që duhet të vazhdoni në këtë rrugë. Edhe që ndoshta rruga do të jetë e vështirë, por ja vlen shumë. Edhe Zoti është aty për t'ju ndihmuar gjithmonë. Shumë e bukur kjo që the. Unë do doja që të pyesja faktikisht cila është ajo gjë që ty të ndihmon që të mbash besimin dhe cila është një gjë që ti e bën shpesh vazhdimisht që të ndihmon që të forcosh besimin tënd. Do të më japësh në formë këshille për njerëzit që të jenë të fortë në besim.
hmm. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme të kesh um, të kesh mirënjohje um, edhe të falenderoj Zotit shpesh. Sepse ai është duke na bekuar gjithmonë, por shpeshherë nuk e vëmë re, edhe nëse nuk e vëmë re, nuk e ndjejmë dashurinë e Zotit aq fort. Por nëse gjithmonë jemi duke kërkuar çfarë bekimesh kemi, ne do t'i gjejmë edhe do të ndjejmë dashurinë e Zotit. Shumë e vërtet kjo shumë e bukur, madje shumë njerëz të mençur e thonë gjithmonë që duhet të shprehësh mirënjohjen ose ka disa këshilla që thonë që kur zgjohesh mëngjes gjëja e parë që duhet bësh është të shkruash të paktën 3 gjëra që ti je mirënjohës edhe është e vërtetë që në momentin që ne jemi mirënjohës nuk lejmë vend për inatin dhe për emocionet e këqija, kështu që kjo është si thua një ilaç për jetën. Duke folur për këtë, na trego pak cila është motoja jote në jetë ose një shprehje që ty të pëlqen nga një gjë që të nxit në të qytetësh në jetë ose një shprehje nga një apostull apo një profet që ti e ke preferuar dhe është si nxitja motoja jote në jetë. Në fakt e kam në telefon një letër edhe nuk e di nëse më të shoh por Zoti vonon, por nuk na haron. Edhe është një shprehje që e kam mësuar në MTC. Edhe mendova, sa bukur është. E gjithmonë e mbaj mend. Sidomos kur unë jam duke pritur për një bekim edhe nuk e gjej dot. Ose kur jetën nuk është si kur gjërat janë të vështirë, unë mendoj se Zoti ndoshta Zoti vonon, por ai nuk më ka haruar. Shumë faleminderit, më pëlqeu shumë edhe fakti që ti e kishe të shkruar që ta lexoj, kështu është një mësim shumë i mirë për ne. Fatkeqësisht kemi ardhur në fund bashkëbisedimit ton. Unë doja që të pyesja tani atë pyetjen e veçantë që ne kemi për çdo të ftuar. Çfarë do të thotë për ty Hazel që ti jesh një shenjtore e lidhjet më vonshme? Unë mendoj se është një përgjegjësi shumë e madhe, por edhe është një bekim shumë i madh. Është të jem ne jemi shumë të bekuar që ne kemi këtë mundësi për të qenë shenjtorët në këto dite. Shumë faleminderit. Për mua ishte shumë kënaqësi që ne të takoheshim dhe të bashkëbisedonim, qoftë edhe online. Jam shumë mirënjohëse për shpirtin e mirë që ke. Për mua je nga ato njerëzit shumë solar, shumë nuk e di si rrezë dielli dhe më jep shumë pozitivitet dhe jam e bindur që miqtë tu shqiptar që do të shikojnë, po ndoshta edhe misionarët të kthyer, shokët e tu do gëzohen shumë kur të shikojnë se do marrin nga energjia dhe pozitiviteti i mirë që ti ke. Edhe jam mirënjohëse për dashurinë për Shqipërinë edhe për gjithë shërbimin që ti ke bërë këtu që më ke shërbyer mua dhe gjithë njerëzve të tjerë. Faleminderit që je kaq e mirë. Edhe faleminderit juve. Shumë faleminderit Hazel. Unë thjesht do të thoja që ka qenë vërtet kënaqësi, sidomos fakti që ti ke një dashuri shumë të pastër, por edhe të thellë me gjuhën shqipe, që konsiderohet dhe besoj se jemi dakord si gjuha më e bukur në botë, edhe të falenderoj shumë për interesin që ti ke ndaj Shqipërisë edhe pas misionit, se ndonjëherë mund të harrosh, por patjetër që kjo eksperiencë ka qenë shumë e rëndësishme për ty, edhe faleminderit për shërbimin tënd gjithashtu, sepse e di që ka qenë shumë i rëndësishëm, po dhe ka patur impakt tek shenjtorët e Shqipërisë. Kështu që faleminderit edhe një herë. Edhe faleminderit. Okay. Falenderojmë të ftuarin ton Hazel Lindsay dhe ju miq të dashur që ndoshët këtë episod 59 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për realizimin e këtij episodi. Mos harroni që na bëni subscribe për të mos humbur episodet të reja që ne publikojmë në kanalin ton të YouTube. Nëse ju doni të merrni pjesë, mos hezitoni të na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale, por edhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Faleminderit për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe mirë takoheshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.